Një investim i rëndësishëm në fushën e shëndetësisë ka nisur të realizohet në qytetin e Vlorës, ku do të ndërtohet qendra e re e koordinimit të urgjencës kombëtare. Projekti, i cili konsiderohet një ndër më të mëdhenjt e këtij lloji në vend, do të shërbejë si një pikë qendrore për menaxhimin dhe koordinimin e urgjencave shëndetësore në të gjithë rajonin e Jugut. Ky investim vjen fal angazhimit dhe kontributit të ish-drejtoreshës së Spitalit Rajonal të Vlorës, Brunilda Mersini, e cila aktualisht është kandidate për Bashkinë e Vlorës. Vlora është një qytet bregdetar me fluks të lartë turistësh dhe banorësh gjatë gjithë vitit. Ndërtimi i kësaj qendre do të mundësojë një reagim më të shpejtë dhe më të koordinuar të shërbimeve të urgjencës, jo vetëm në qytet, por në të gjithë zonën jugore të vendit. Tashmë janë hedhur edhe themelet e kësaj godine dhe e projektit të rëndësishëm dhe ka nisur puna në territorin e Spitalit Rajonal të Vlorës. Qendra e koordinimit të urgjencës kombëtare pritet të pajiset me teknologji moderne, mjete më të avancuara të komunikimit dhe një ekip të specializuar profesionistësh të shëndetësisë dhe emergjencave. Ajo do të ketë një rol kyç në bashkërendimin e shërbimeve midis spitaleve, autoambulancave, si dhe institucioneve të tjera shëndetësore në rast fatkeqësish natyrore apo emergjencas shëndetësore. Sipas burimeve zyrtare, inaugurimi i projektit pritet të bëhet nga kryeministri Edi Rama në një ceremoni që do të zhvillohet në qytetin bregdetar. Ky projekt, me iniciativën e ish-drejtueses së Spitalit Rajonal të Vlorës, aktualisht kandidates për kryebashkiake Brunilda Mersini, shihet si një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të sistemit shëndetësor shqiptar dhe forcimit të kapaciteteve të reagimit në situata emergjente, duke e kthyer Vlorën në një qendër strategjike për menaxhimin e urgjencave kombëtare dhe rajonale.